Ilaçet e onkologjikut. Aktualizojmë ministre, në spitalin onkologjik janë 2 medikamente që mungojnë. Abirateroni, pacientët me kancerin e prostatës kanë 2 muaj që nuk marrin terapitë e tyre, që ju e dini se jeni e fushës se sa të rëndësishme janë, dhe acidi folinik, pacientët janë duke siç kundër marrin drogën, marrin pra në përcepa, duke lënë një numër kontakti, etj, kështu po e marrin pacientët e onkologjikut edhe acidin folinik në Tiranë. Zëri ministre, çfarë shkakton mungesa e medikamenteve tek një pacient onkologjik? Pra nëse ai nuk e respekton protokollin, por nuk e merr ilaçin sipas protokollit, por e merr sipas mundësisë që ka spitali. Ka sot s'ka, nuk e merr. Abirateroni, si shtat juve, tashi është ka ardhur, sigurisht me formulim të ndryshëm, por me të njëjtën cilësi, për të siguruar, për t'ju dhënë përgjigje më direkte për të detaj. Për sa i përket pyetjes detaj tjetër, ne kemi punuar edhe për protokolle shumë të mira. Çfarë sjell protokolli? Protokolli sjell që linjat e trajtimit të jenë të standardizuara për këto patologji në bazë të ndjes. Në bazë të standardeve europiane. Ju pyeta, çfarë efekti ka mungesa e këtyre medikamenteve tek pacienti? Pra nëse një pacient duke merr medikamentin 2 muaj, a ka problem apo jo? Atëre, po të futemi në detajet klinike, atëre mund të shpjegoj që kjo varet nga pacienti, varet nga smundja, varet nga stadi. 2 pajisjet, zëria ministre, të cilat janë në mungesë ose nuk ofrohen për pacientët shqiptar, janë brakiterapia që ju thoni do vendoset brenda këtij viti dhe PET skani që nuk ekziston në Shqipëri. Tani, si t'ia bëj një grua, për shembull janë 2 gra, njëra nga Durrësi dhe njëra nga Lushnja, të cilat kanë bërë kimioterapitë e tyre, kanë bërë edhe rrezet, dhe tashmë mjekat u kanë dhënë letra atyre se ju duhet bëni brakiterapinë, por nuk i kanë 4-5.000 euro për t'i bërë. Pra çfarë ndodh me këto 2 gra? Dhe sa i takon PET skanit, pra ju keni thënë që nuk kemi të trajnuar e tjerë. PET skani në atë çfarë unë kam lexuar është i rëndësishëm për diagnostikimin e smundjeve kancerogjene, tumorale e tjerë. Si ja bëjnë mjekët shqiptar? A zëvendësohet pra PET skani me skaner dhe rezonancë magnetike, dhe pse privati e ka dhe shteti nuk e ka? Pyetja e dytë. Brakiterapia do të vi vërtet brenda këtij viti. Ashtu siç e kam thënë, do ta mbaj fjalën. Siguroj qytetarëve që ne do kemi një aparatur brakiterapie moderne brenda fundit të vitit. Okej? Për sa i përket PET skanit, dhe këtu duhet 2 gra, zëria ministre, janë 2 gra 40 vjeç, nga Durrësi dhe Lushnja. Si dia bëjnë ato, e ka të nevojshme tani? E kuptoj, shërbimi brakiterapisë që nuk ka ekzistuar prej vitesh, do filloj të funksionoj me një aparatur moderne brenda vitit 2026. PET skani do vi brenda këtij viti, bëhet një pyetje, a duhet patjetër PET skani? Jo çdo pacient ka nevojë për PET skan, sigurisht është i rëndësishëm, jo në të gjitha patologjitë tumorale, biles në disa nuk duhet përdorur PET skani, se të çon në një diagnozë që mund të jetë jo, s'ka problem. Ato që përdoret. Absolutisht. Që janë shumë se marrin avionin dhe ikin në Turqi. Absolutisht, po them që dhe skaneri që kemi deri në një farë mase siguron një diagnozë, nuk ngelen pak diagnozë fare. Dgjoj, deri në para disa vite në shumë vende nuk ishte PET skani. Kjo nuk është justifikim pse nuk e kemi, sot a kemi. Po për të shpjeguar mos pa hapur panik më tepër se ç'duhet te qytetarët. Trombektomia, zonja ministre, një pacient i cili shkon në spital me goditje në kokë, shkon në QSUT, nuk lëvizet dot, nëse do thoni që shkon në Fier, është i patransportueshëm. Çfarë ndodh me këtë pacient dhe pse privati përsëri e ka dhe shteti nuk e ofron, kur do ta ofroj? Dhe kardiokirurgjia, zonja ministre, një pacient paguan mesatarisht rreth 3.000 euro për të bërë një operacion. Mjek të spitalit kardiokirurgjisë marrin me qira zyrat sallat operacionit nëpër spitale private për të bërë atje operacionet e pacientëve. Në një spital privat, nëse pra ka nevojë për një mjek nga shteti që është krejt normale, e merr, por nuk i jep me qira. Pra këta mjek, ku i marrin pacientët? A mos i marrin këta në shtet dhe i trafikojnë privat? Kam një lajm të mirë në fakt, dhe doja ta ndaja pikërisht këtu, prandaj nuk e ndava përpara që mbrëm.
që ne dje kemi miratuar në bordin e QSUT-s hapjen e shërbimit, krijimin e shërbimit të neuroradiologjisë diagnostikuese dhe intervencioniste, që është shërbimi që në botë kryen këto procedura të trombektomisë, po jo vetëm, trajtimin e aneurizmave dhe disa procedura dhe të diagnostikës së lartë në këtë fushë. Sa i përket kardiokirurgjisë, janë marrë të gjitha masat dhe po merren të gjitha masat që të hapet godina e re. Godina është marrë në dorëzim nga stafi. Në dijenin time unë nuk kam njohuri për marrje lekësh dhe nuk kemi asnjë denoncim në strukturat përkatëse për marrje lekësh nga mjekët. Ju jeni i mirë pritur. Po. Faleminderit Albana dhe faleminderit Osman. Në qoftë se më lejon të mbaroj pyetjen për kardiokirurgjinë sepse di që ka pasur shqetësime dhe për vonesat në hapje. Jemi duke punuar. A doni të shikoni pak gallat? Shikojeni se si vetëm pak muaj më parë drejtoria e QSUT-s së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë lajmërojnë se tek neurokirurgjia ka ardhur një doktor i ri i cili do të bënte ndërhyrje të specializuara për trombektomin. Ne do firmosim kontratën, bëjmë edhe një prezantim të doktorit që sapo na ka ardhur. Suksese. Jam doktor Claudio Disha, klinik neurokirurg, kam mbaruar studimet për mjekësi në Universitetin Shtetëror në Sofia në Bullgari dhe prej vitit 2021 punoj pas Spitalit Memorial në Fier, ku po realizojmë ndërhyrjet e trombektomisë mekanike dhe aspirative. Prej ditës së sotme filloj punë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, ku fokusi ynë është trajtimi endovaskular i trombozave për pacientët të Tiranës dhe më gjerë. Edhe pse u deklarua nga Shëndetësia Shqiptare, pra nga Drejtoria e QSUT-s, Ministria e Shëndetësisë, se do të kishte ndërhyrje tek neurokirurgjia për trombektomin, sot e kësaj dite këto ndërhyrje nuk janë bërë. Ku shkoi ky doktor? Pse nuk filloi punën ky mjek, i cili u mor në neurokirurgji për të bërë ndërhyrje jetë shpëtuese siç është trombektomia? Çfarë ka ndodhur? A ka një shpjegim zyrtar nga drejtoria që se ka firmosur nga Ministria e Shëndetësisë gjithashtu, sepse këto ndërhyrje jetë shpëtuese sot nuk bëhen tek neurokirurgjia, nuk bëhen tek neurologjia, nuk bëhet në spitalin e QSUT-s, por bëhen vetëm në spitale private duke paguar pacientët deri në 30.000 euro. Dhe e gjitha kjo do duhet të bëhet brenda 6 orëve të para nga goditja në kokë që merr pacienti, që përballet pacienti. Se ndryshe pastaj ekziston mundësia që edhe nëse bëhet ndërhyrja të mund mos përfitosh shumë, mund të paralizohesh e të tjerë. Dhe mendojeni vetë, a i keni ju sot 30.000 euro nëse ju do të përballeni me një situatë të tillë për t'i paguar në privat që të mos mbeteni të paralizuar ose më keq akoma të ndroni jetë. E po ja, në shëndetësinë publike në vitin 2026, në neurokirurgji, në neurologji nuk zhvillohet trombektomia, një procedurë e cila është jetë shpëtuese për pacientët. Është kjo ndërhyrje pacienti shpëton, nuk është kjo ndërhyrje pacienti ose paralizohet ose ndron jetë. Me këtë përballen sot pacientët shqiptarë që vinë në këtë spital.